Doni se po bën këtë? Përgjigjen më të saktë për këtë mund t'ja jap vetë Agrosheaj, i cili ka moralin të krahasoj Partinë Demokratike me Partinë Socialiste, pretendon se, ose mund t'jetë në fakt, thot se është i persekutuar, pra krahason Partinë Demokratike që çliroi nga burgjet dhe persekutimi paraardhësit e tij me Partinë Socialiste që persekutoi paraardhësit e tij, pra, por njeriu është i lirë të thot atë që don. Unë një bindje kam se zgjedhësit, ata që kanë votuar Agrosheaj, nuk e kanë votuar që ai të mos bashkohet në një front të gjerë opozitar për të larguar të keqen më të madhe Edi Ramën, mbas jam i bindur se ata qytetarë sot, po t'i pyesish, konsiderojnë Edi Ramën të keqen më të madhe. Opozita është e hapur, unë e kam theksuar, por ju kam njoftuar se ata që duan të bëjnë opozitë në opozitës, ata janë faktikisht në shërbim të tjetër kujt.